Zotë Kryeministër, më 18 dhjetor 2023, Këshilli i Rregullores Mandateve dhe Imunitetit shqyrtoi kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të deputetit Sali Berisha dhe qëndrimi i Partisë Socialiste, i kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste të asaj kohe në mbështetje të kërkesës SPAK ishte duke cituar raportin e Komisionit të Venecias të 2014-s, i cili fliste për standardin e heqjes së imuniteteve të parlamentarëve. Dhe kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste deklaroi, duke i referuar Komisionit Venecias atij raporti, organi parlamentar që shqyrton kërkesën e imunitetit nuk duhet të bëjë një vlerësim ligjor të çështjes, vetëm shikon nëse ka përmbajtje politike kërkesa. Pyetja ime është përse ka një standard tjetër për një rast tjetër, pse është më tepër barabartë para ligjit të zonja Balluku dhe nuk keni ndjekur të njëjtin standard. Çfarë po thua, s'po të marr vesh. Ne kemi e parapunëzimi aty nuk di fare çfarë do ndjekim ne herë, si fillim. Këtë do ta dëgjosh kur të vi dita. E dyta, të shpjegova dhe ju shpjegova që parlamenti nuk është noter. Dakor? Kështu që çfarë po më kërkonte, ku po do më dalë tash, s'po të marr vesh. Në një rast kemi gjykuar ashtu dhe kemi thënë atë që kemi gjykuar. Këtë rast do gjykojmë dhe do themi atë që do gjykojmë. Çfarë problemi ke ti? Ku e ke hallin? Pse e djeg pyetjen kot, është konferenca e fundvitit. Zoti Kryeministër, ju renditet disa problematika për mënyrën se si funksionon drejtësia në Shqipëri. A i paraprin kjo një përpjekje nga ana juaj për të ndërhyrë në ligjet e reformës në drejtësi në sezonin ardhshëm parlamentar? Faleminderit. O zonjë, unë do shpresoja shumë që ju për shumë personalisht këto që thash unë për gjendjen katastrofike të burgjeve në Shqipëri, ku ka më shumë njerëz të padënuar sesa njerëz dënuar, ta merje, edhe të thellohesh edhe ti bëje Republikut një reportazh dinjitos, me fakte. Tani çfarë lidhje ka kjo me ligjit e reformës së drejtësisë? Çfarë lidhje ka? Unë nuk mund të jem kryeministri i një vendi ku ka më shumë të paraburgosur se sa të dënuar dhe të rri pa folur. Pse? Se juve mund t'ju shkoj mendja, ose kujtdo që mund t'ju shkoj mendja, që unë po e them këtë se dua të dal atje. Unë dal atje pa i rënë gjatë fare, se nuk kam edhe shumë vite si që kam pas për para, për të humbur me lafe e për ta kap veshin mbrapsht. Ligjet e reformës në drejtësi janë aty, reforma në drejtësi është aty, por që drejtësia në Shqipëri ka probleme të mëdha, kjo nuk diskutohet. Reforma 10 vjet ka, ndryshimet 10 vjet kanë. 10 vjet janë një hiq asgjë në historinë e një shteti dhe në historinë e një pushteti. E kam thënë dhe herë tjetër, pushteti ekzekutiv ka më shumë se 100 vjet, po pushteti ekzekutiv në Shqipëri nuk është i pakritikueshëm, apo jo? Sot nuk është absolutisht për të futur në tenxheret tuaja, po juve e fusni, se atë punë keni. Po nuk është i pakritikueshëm. Tani si mund të jenë pakritikueshëm protagonistët e një pushteti që ka vetëm 10 vjet, janë të kritikueshëm që ç'keme atë punë. Dhe kritikat janë të gjitha konstruktive, ndërkohë që çfarë i takon atyre, nuk na takon ne. Çfarë na takon ne, nuk i takon atyre. Dhe nëse do ketë nevojë për të bërë për paraburgimin një herë, sigurisht që ka nevojë për ndërhyrje. Si? Shifini ato që thonë, që thotë Këshilli i Evropës, që është për definicion institucioni më i madh ndërkombëtar për lirit dhe drejtat e njeriut. Shifini çfarë thotë.
E pranoni ju këtë? Ju duket bukur kjo që Shqipëria tjetë e fundit fare në listë e të ketë vetëm Rusin mbrapa për brutalitet edhe për vërsi. O shiko, u vra një kriminal i dënuar me burgim përjetshëm mos gabohem, nga një tjetër i dënuar me burgim përjetshëm mos gabohem në burgun e Peqinit. Po si mor prokurori i merr gjithë policët e turnit dhe i fut në burg? Po çfarë është kjo? Ku jemi këtu ne? Shkon i merr gjithë policët e turnit, i fut në burg, i para burgos domethënë. I dënon ai të gjithë policët. Pa dashur të di fare se administrata e burgut funksionon me turnet e veta, me burimet e veta njerëzore, pa dashur të di fare se këta njerëz janë familjar, se janë prindër, pa dashur të di fare se mes tyre mundet të ishte që nuk rezultoi gjykundë dhe i fajshmi, po ka të pa fajshmi, jo më i mori i futin burg gjithë grup. Ku qa është kjo? Qa është shteti i drejtës është kjo? Qa është kjo? E pranoni ju këtë? Ha? Ju keni, mes jush ka pronar që janë evazor të mëdhenj fiskal. E pranoni ju këtë, e pranoni ju që për llogarit pronarit të vinë t'ju kontrollojnë juve të gjitha banesat se mos keni të fshehur në gjë në përshpia që i takon pronarit ose që pronari ja ka dhënë ta fshihin. E pranoni këtë? Çfarë është kjo? Çfarë janë këto? Këto janë probleme. Dhe këto probleme duhen diskutuar, duhen folur. Se ne e kaluam njerë, ja u thash, traumën e pare e kaluam me dhunë, kur unë isha në moshën tuaj. S'mund të kalojmë prapë, se mentalitetet e vjetra, smundit e vjetra, pak gjë duan dhe zgjohen, kur vjen puna tek mënyra si veprojnë shtetet. Shtetet që nuk janë akoma të konsoliduara. Kështu që. Por, një gjë është e sigurt. Ne nuk prekim thelbin në asnjë rast dhe për asnjë arsye. Dhe thelbi është që ne jemi këtu për ta garantuar këtë proces. Procesin e luftës së pavarur nga pushteti ekzekutiv kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shpresoj që lufta kundër korrupsionit të sofistikohet dhe të luftohet korrupsioni, jo prerja e pemëve, duke kap veshin mbrapsh, të futet në statistik. Pra, duhet balancim. Kjo është pak po është e sigurt. Pyetje tjetër ka?